Kjo pyetje në fakt është në qendër të gjithë shkaje. Mendoje pak, shkojmë në palestër, mundohemi të ham shëndetshëm, bëjmë kontrollet e mjeku për trupin, por kur ndalemi vërtet dhe pyesim veten, po mendja ime, si është sot? Kjo ndarje që bëjmë mes të dyjave është pikërisht burimi i shumë problemeve. Dhe pikërisht këtu është thelbi i gjithë shkaje. Kjo nuk është thjesht një mendim, është fakt. Mund të kesh trupin më në formë në botë, por pa një mendje të shëndetshme, një jetë e plotë, e ekuilibruar, është pothuajse pamundur. Mirë, atëherë, le të hyjmë pak më thellë. Për të kuptuar pse është kaq i rëndësishëm, duhet fillimisht të qartësojmë diçka. Çfarë është në të vërtetë shëndeti mendor? Sepse nuk është thjesht të mos kesh një sëmundje. Pra, nuk është vetëm çështje e mos je i mërzitur. Jo, shëndeti mendor është si motori ynë i brendshëm. Ai përcakton si i përballojmë sfidat, stresin, si lidhemi me njerëzit rreth nesh dhe si marrim vendime, nga ato më të thjeshta deri tek ato më të mëdhajt. Praktikisht, është themeli ku mbështetet gjithçka që bëjmë çdo ditë. Dhe tani kalojmë tek një pikë absolutisht kyçe. Lidhja e pandashme mes mendjes dhe trupit. Këto të dyja nuk janë dy botë të ndara, as pak. Ato flasin me njëra tjetrën pa ndalur. Shikojeni sa e qartë është kjo lidhje. Presioni në punë përkthehet në dhimbje koke, barra emocionale të prish gjumin, ankthi të tensionon muskujt. Kjo nuk është thjesht një rastësi, e dini, trupi ynë, le të themi, mban shënime për gjithçka që ndjen mendja. Dhe kujdes, kjo nuk është thjesht një ndjesi apo një ide. Shkenca e ka vërtetuar. Stresi kronik, ai që zgjat, na e dobëson sistemin imunitar. Çfarë do të thotë kjo? Na bën më të prekshëm ndaj sëmundjeve serioze, si diabeti apo problemet me zemrën. Pra, ta neglizhosh mendjen ka pasoja shumë reale dhe fizike. Mirë, atëherë pyetja është si e kuptojmë kur diçka nuk po shkon siç duhet. Ti njohësh shenjat paralajmëruese është hapi i parë, dhe ndoshta më i rëndësishmi, qoftë për veten tonë, qoftë për të ndihmuar dikë tjetër. Po, para se të flasim për shenja, duhet të kemi diçka shumë të qartë. Vështirësitë mendore nuk bëjnë dallime, nuk pyesin për moshën, gjinin apo sa para ke në bank. Mund t'i ndodhin kujtdo. Dhe gjëja më e rëndësishme, të kalosh një periudhë të vështirë nuk të bën të dobët. Le t'i shohim fillimisht shenjat emocionale, sepse zakonisht këto janë të para që na bien në sy. Po flasim për atë ndjenjën e trishtimit që duket sikur nuk ikën kurrë, ose kur humbet interesin për gjëra që dikur t'jepnin kënaqësi, apo ai nervozizmi i vazhdueshëm. Kujdes, këto nuk janë thjesht ditë të këqija, janë modele, sinjale që duhen dëgjuar. Pastaj kemi ndryshimet në sjellje dhe ato fizike. Tërheqja nga shoqëria, kur nuk e më dëshirë të takosh miqt apo familjen. Ndryshime të mëdha të gjumi ose të oreksi, dhe ajo lodhje të mërshme që nuk iken, edhe pas si fle. Këto janë sinjale shumë të qarta, janë thirrje për ndihmë nga trupi dhe mendja. E gjithë kjo na çon tek pengesa ndoshta më e madhe, sidomos në shoqërinë tonë, stigma, tabuja. Pyetja është pse? Pse është kaq e vështirë të flasësh hapur për shëndetin mendor në Shqipëri? Kjo thënie në fakt e përshkruan në mënyrë perfekte. Ndjehet vërtet si shkelje e një rregulli të pashkruar. Ekziston kjo heshtje e përgjithshme që na bën të kemi frikë të themi si ndihemi vërtet. Frika se çfarë do mendojnë të tjerët. Po pse ekziston kjo stigma? Rrënjët janë të thella. E para, frika nga gjykimi, nga thashthemet. Pastaj, presioni për të ruajtur emrin e mirë të familjes, dhe sigurisht dallimet mes brezave. Mënyra si e kuptojnë gjyshrit tanë shëndetin mendor është krejt ndryshe nga ne. Të gjitha këto bashk ngren një mur të vërtet heshtje. Prandaj, është absolutisht elbësore t'i thyem këto mite një herë mirë. Mitin numër 1. Problemet mendore nuk janë shenjë dobësie, janë kushte mjekësore, siç mund të kesh diabetin. Dhe miti numër 2. Nuk kërkojnë ndihmë vetëm të çmendurit. Jo, të gjithë, absolutisht të gjithë, mund të përfitojnë nga mbështetja psikologjike. Okej, pasi folëm për problemin dhe stigmën, tani është koha të flasim për zgjidhjet. Çfarë mund të bëjmë realisht? Si ecim përpara, drejt një shoqërie ku të flasësh për këto gjëra është normale dhe mbështetëse? Këtu kemi disa hapa konkret. Gjithçka fillon me hapa të vegjël. Së pari, edukohemi vetë, mësojmë më shumë. Pastaj, ndajmë njohurit me familjen. Dhe hapi tjetër është thelbësor,
Të normalizojmë bisedën, duke ndarë edhe vështirësitë tona. Kjo tregon se nuk jemi vetëm. Sigurisht, duhet të inkurajojmë kërkimin e ndihmës si diçka pozitive. Dhe më e rëndësishmja, durim. Këto gjëra nuk ndryshojnë brenda natës. Po përveç bisedave me të tjerët, çfarë bëjmë për veten tonë? Kujdesi aktiv për veten është jetik. Mendojeni si një kuti me vegla pune personale. Çfarë ka brenda? Një rutinë e rregullt, aktivitet fizik, marrëdhënie pozitive dhe një vegël shumë e fuqishme, aftësia për të vendosur kufi, të mësosh të thuash jo. Këto janë mbrojtjet tona të përditshme. Dhe nëse ka një gjë që duhet të mbaj me mend nga gjithë kjo bisedë, është pikërisht kjo. Të kërkosh ndihmë është shenjë force, nuk është e lehtë, as pak. Do guxim të pranosh që ke nevojë për mbështetje. Prandaj, mos e harroni kurrë, është akti më i madh i forcës, jo i dobësisë. Dhe kështu, po e mbyllim me një pyetje për të gjithë ne. Thyerja e kësaj heshtje nuk kërkon akte heroike. Fillon me një person, me një bisedë të vetme. Atëherë, cili është ai hap i vogël, ajo bisedë e vogël, që mund të nisim sot për t'i hapur rrugë këtij dialogu kaq të domosdoshëm?